Shqiptari anglez pyeti Fishtën se pse shqiptarët janë hajdut. Kjo ishte përgjigja brillante e Fishtës. Gjatë një interviste për gazetat britanike në vitin 1934, një gazetar anglez i drejton atë Gjergj Fishtës këtë pyetje ironike dhe thyese njëkohësisht. Kam dëgjuar se shqiptarët tuaj janë shumë hajdut. Si e komentoni ju këtë? Ashtu na ka dalë namja, ore zotri, u përgjigjet Fishta. Unë kam parë se si vidhet në një bank në Londër në mes së ditës dhe askush në Shqipëri nuk mendon se të gjithë anglezët janë hajdut. Shqiptari edhe nëse vjedh, këtë e bën nga halli i madh ku mundet të marrë ndonjë dele, derë apo dhe pushk. Më pas vjen pyetja e dytë dhe e fundit pasi Fishta e detyroi gazetarin të tërhiqet. Sikur shqiptarët të kishin mbetur të krishterë, atëherë dhe bashkimi juaj kombëtar do të ishte bërë i mundur shumë më shpejt. Prandrimi i besimit është një pjesë tjetër e errët e karakterit të shqiptarit. Filloi pyetjen ai. Unë vërtet nuk po të marr vesh fare, more zotri. Vazhdon atë Gjergj Fishta. Po si guxon dhe mundet të flas për mangësi karakterit të shqiptarëve një anglez, e gjithë bota e di se ju anglezët për një byth gruaje janë ndëruat besimin fetar një perandorie të tërë. Përfundonte Fishta përgjigjen në pyetjen e gazetarit Zhurmaxhi.